Ligjore e Erionit është betejë e tij dhe avokatëve të tij, jo e imja dhe e Partisë Socialiste. Kur them duhet një drejtësi që lufton korrupsionin dhe garanton standarde demokratike, unë them atë që besoj, e as më shkon mendja të bëj teatr me vizita në burgje apo të bëhem palë në procesin e drejtësisë në çfarëdo lloj forme. Mirëmbrëma. Ka ndryshuar kurs Edi Rama, po duket se ka ndryshuar retorika e Erion Velia. Sot ka fol për kërkesë ndaj tij për të bërë i penduar. I penduar për çfarë? Thotë s'kan bërë gjë, por është hera e parë që përmend termin është dhe opsioni i të penduarit. Sonte do diskutojmë nëse tashmë Erion Velia është bindur se në burg është me lejet e Edi Ramës apo jo. Në fakt, ne do mundohemi të bindim edhe Baton Haxhiun dhe Lorenz Vangeli, mirëmbrëma Baton, mirëmbrëma Lorenz. Bashkë më është Armand Shkullaku, Andi Gushat. Baton, pas kësaj deklaratë të Ramës, pas këtij ndryshimi kursi totalisht. Kjo arrestim është me leje të Edi Ramës apo jo? Se di sa herë duhet ta... Sa herë ndryshoj Rama, ne do të kërkojmë ndryshimin. Sa herë duhet ta them të njëjtën gjë, se unë kam një besim në drejtësi. Në drejtësi, në spakun dhe nuk ka çështje. Jo, besim. S'kishe para një muaj, po nis. Jo, unë kam pas dyshime të caktuara në një moment. Dhe nuk asnjëherë nuk kam thënë që nuk besoj në spakun. Nuk ekziston kjo fjali. Dhe e di edhe për cilat raste kam thënë se dyshoj dhe kam pas drejt. Ajo që duhet thëmë tash që ta përsëris sa herë që doni. Me bëni gati të reagimin e Veliajt, po. Sa herë që doni. Nuk ka dorë Rama në spak. E kam bindje, nuk kam asnjë informacion se bota e kryeministrit është botë e vetja. As ke mënyrë arrestimi të Medes nuk ka dorë? Kujdes se përgjigje. Aty jo se jo, do thot. Unë nuk kam thonë, unë kam thonë se sa i shëmtuar është arrestimi i Medes. A i lloj arrestimi bëje pa lejen e Ramës? Nuk e di. Okej. Por se di pse Meta është këtu kur po flasim për Velia. Ja, pse po flasim për drejtësinë që kanë apo s'kan besim. Po çka ka lidhje arrestimi me drejtësinë? Po arrestimi i bën drejtësia apo i bën Rama? Jo, unë mendoj që i bën gjykata, e jap vendimin edhe dihet ku japet. Po gjykata e drejtësisë është. Apo është Po të dëgjoj aty, sa ditë ti do thoje që e kanë bë BKH-ja, ma doli që nuk e ka bë BKH-ja. Pastaj doli që prapë ka bë BKH-ja. Sa i përket asaj që kemi folën në emision. Ja, ato e ka bërë ato e ka bërë Edi Rama. Me emër mbi emër. Po mirë. Dhe e kanë shkruar këtë segment këtë drejtoria e policisë, ta kesh qartë. E kanë shkruar. Ata që kanë bërë arrestimin e Veliajt i kanë transferuar në rrethë, me emër mbi emër. Edhe ky institucion, po pas kanë vepruar mirë. Domethënë pas ka policia e cila është ndërgjegjshme për veprimin e gabuar që ka bërë. Si brendshëm besoj se drejtori i përgjithshëm i policisë nuk është aq i vendish. Mandi. Tashi ndryshimi i strategjisë Ramës është e vërtetë që ka një nga një tsunami shpërthimi i Ramës 2 ditë mbas arrestimit të Erion Velis në mbledhje, në kundërvënie ndaj spakut, që vërtet tsunami që i paparashikueshëm, një njeri që ka kaq vjet që thotë që kjo është produkti më serioz që nga koha e Ismail Qemalit, që ky është produkt i Joni, është cilësia më e lartë, është garanci për integrimin e Shqipërisë. Unë nuk komentoj kurrë vendimet e drejtësisë, nuk komentoj kurrë çështjet që janë e tim, pamje Edi Ramë që ju kujtoj rrogat prokurorëve, pamje Edi Ramë që i thoshte ministrit drejtësisë ja këta që ti ja vure dhe ne bashkë me ty rrogat kaq e aq. Që amerikanët kanë ikur i ka mund dorë. Pam ti cilësoj me terma shantazhues, duke i cilësuar jo sigurimsa, jo kamikaz të njërit apo kamikaz tjetër. Drejtësi ruse i papritur i Ramës raport me drejtësinë. Arriti kulmin që këto rrezikas se dia Enver Hoxha, Fidel Castro që të marri një person në nënhetim nga spaku dhe ta thrasit i bëj ballafaqim grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Pra Partia Socialiste, grupi, kur flas shumë institucion, ose individ, ata si individ janë gjithë të tredhur, po ai njëjti grup që ka vajt këtë senatori Elbasanit, i njëjti grup që duart rokete Ramën kur vlerëson spakun, i njëjti grup që duart rokete Ramën kur shan spakun, u bë dhe shnoi një rekord të ri që morin pyetje
dëgjes një person në çështën e tim nga drejtësia. Ka shillok më të madh se është një kryeministër që është pushtetet dhe që ka gjitha pushtetet në dorë. Ka shillok më të madh drejtësisë të punë të bësh. Pra personin e tij mund të thrasë në grupin tim për të treguar që ti je pafajshëm, bëri komente që ta nuk duhet për masat e arrestit e tjerë etj. Gjë që kishte bërë përpara. Kjo s'ka rëndësi. Unë mendoj që kjo sigurisht vjen nga nevoja e Ramës në dy aspekte. Një, për të mos i dhënë kohë Erion Velia të mendoj, duke ditur dhe kapacitetin e kufizuar që ka Velia për të menduar, që të mendoj që Rama ka qenë i përgatitur për këtë gjë. Pra që mos kemi një Tigër 2, dhe tjetra është që të zbuste brenda Partisë Socialiste një frikë ose dhe në administrat, një frikë apo një pasiguri të mundshme përpara zgjedhjeve që kur nuk mbrojt Erion Velin, ne këtu jemi të gjithë kokrafiku. Dhe për këtë arsye bëri, po ç'a ndodhi? Në momentin që Rama ka qenë në dieni të dosjes Veliaj, ne kemi qenë gjithu dëshmitar, kemi thënë që ka një pjesë e shiti Veliaj, pra diskutimi ka qenë pse? Sepse për herë të parë, drejtuesit qarkut, Tiranës, që i ka dhënë rezultat në zgjedhje, lokale dhe të përgjithshme, e blindoi me Ogerta Marnesiliun, Elisa Spiroparin, Blendi Gonxhen, edhe Erion Braçën nëse doni, dhe tha që ky ja ka thënë në mbledhje, ti nuk ke punë të merresh me Partinë Socialiste, ti merr me Bashkinë se qytetin po ta mbulojnë plerat. Ky ishte njeriu që evitoi çdo dalje publike me Erion Velin. Ky ishte njeriu që mbas ceremonisë me Ali Ahmetin në foton zyrtare që botoi në faqen e kryeministrisë, Erion Velia ishte prerë. Pra, dhe Erion Velia këtë gjë e shifte. Ky ishte njeriu që kuptohet, dolën këto fjalët e mbështetësve të Velis që është motor Bela që po na i bën gjitha këto kundër Lalit, por ne të gjithë e dim që nuk ka as motor Bela dhe as motor Bruta që të bëj veprime të tilla pa marr nga i plot fuqishmi. Kështu që gjithë kjo linjë e Ramës pa pritur ndryshoi. Kur ndryshoi? Me 24 janar, Olsi Dado dorëzon kërkesën për arrestimin e Erion Velis në gjykatë, që ekzekutohet me 10 shkurt. Nga 24 janari deri me 9 shkurt, ke Edi Ramën me Erion Velin ke ceremonia e Fidelyllit, ke Edi Ramën me Erion Velin ke konviktet, paraqet Tiranën si model suksesi, jo rresh shpatullat Velis, dalin bashkë etj. Ndërkohë që ishte përgatitur, si të thuash, giotina ku do futej koka e Erionit. Dhe kur ndodhi kjo, ka dashur të japi përshtypjen e të kundërtës. Pra për ato dy arsye që përmenda unë, Tigër 2 dhe jo frikë dhe jo tollovitje brenda Partisë Socialiste dhe administratës. Dhe për këtë gjë e bëri. Ai që për mua këtu e shoh si viktim, po themin thonjza, është Erion Velia. Ky viktim Erion Velia? Në thonjza. Në thonjza. Tash, në kuptimin e strategjisë së Ramës, sepse ai nuk arriti dot të godasi as Ramën, nuk arriti dot të godasi as Spakun, as GKK-on, siç bëri Berisha, siç bëri me, po thotë që më ka bonjoni. Është një Olsi, edhe për atij Olsit unë jam mrena, sepse drejtësia është e mirë, Edi Rama është i mirë, po unë s'kam bërë gjë, po është i Olsi që më ka inat se i binte violinës kur ishte i vogël. Kështu që Erion Velia tani ka humbur dhe shansin, mendoj unë, kur Rama i ka ndërprer publikisht mbështetjen, i ka kërkuar gjithë eksponentët e Partisë Socialiste mos dalin më në për studio televizive opinione, as të bëjnë share në Facebook eksponentët e lartë Partisë Socialiste, këto të Erion Velis që nxjerrin nga burri, dhe po ta shikosh, ka 2 ditë që nuk i bëjnë më. Flas jo këta që punojnë bashki, eksponentët e lartë PS-s nuk bëjnë më share statuset e Erion Velis që bën nga qelia. Kështu që në këtë rast them unë, Erion Velia është viktim thonjza sepse ky e humbi mundësinë që dalin nesër të thotë ore, unë nuk jam viktim e një njeriu, se nuk sa do i fuqishëm të jetë Zdadu. Nuk e ka fuqinë të fusë sekretarin e bashkisë zgjedhur 3 herë dhe projektuar për pasardhës Partisë Socialiste në burg sepse ka një kapriço të vetën. Edhe kur ka gabim. S'ka mundësi edhe kur bën gabime serioze. Po se ne këtu kemi gabime serioze, ke parasysh me Goni Gallin, incineratorët, janë gabime shumë serioze këto. Zibraka etj. Nuk kanë guxim. Qofse marrin nga Nalt Madhnia, kanë guxim. Ata s'kishin guxim dhe për Berishën dhe për Metën. Doli ai nga asambleja i tha, nuk quheni, po nuk arrestuat këta. Është turp. Një njeri që SBA ka shpallur në ngrata, ju e dini të lirë.
Kështu që nuk e bënin dot, mendoj unë, pa patur okejn e Ramës. A ishte ky okej në distancë, a u përshpejtua arrestimi para pas zgjedhjeve? Këto janë detaje, kuptohet që ka ndodhur mbrapa, sa ka ndikuar zgjedhjet në Amerikë etj, kemi diskutuar këtë gjë. Por nuk ka prokuror që bën një veprim tyre për masave pa pasur një konsensus më të gjerë, si brenda prokurorisë ashtu edhe me pushtetin.